Një ditë përpara seancës për vetingun, kryeministri Edi Rama përsërit thirrjen për opozitën, por duke bërë të qartë se ora ka ardhur e se shumica parlamentare është gati të shkojë përpara për të shembur pallatin e vjetër të drejtësisë. Sipas Ramës, shqiptarët nuk mund të presin më. Koha është tani dhe qeveria, shumica parlamentare është gati tani për të bërë detyrën e saj kushtetuese, politike e qytetare, duke hapur rrugë vetingut. Natyrisht opozita është e lirë, edhe të vetvritet politikisht mes bulevardit, ku mund të vazhdoj sa të doj shfaqjen e dëshpërimit të saj në mungesë një vizioni, programi, skuadre dhe leadershipit besueshëm për Shqipërinë. Ne nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se ta ftojmë e ta riftojmë. Kryeministri kërkoi kundërshtarit të tij politik të heqë dorë nga ultimatumet, duke thënë se ato nuk kanë asnjë lidhje me demokracinë. Sipas Ramës, opozita kërkon të marrë pushtetin në tavolinë. Thuash sot qeveria e zgjedhur nga populli në votë, madje në zgjedhje që i kam organizuar vetë, duhet iki përpara zgjedhjeve, sepse përndryshe do t'i fitoj prapë zgjedhjet dhe prandaj s'ka kuptim madje të bëhen as zgjedhje. Është njësoj si të thuash kushtetuta, ligjet, populli. Janë llafe boshe. O më jepni pushtetin mua në tavolinë, o unë do ta mbaj popullin peng të prokurorëve e të gjykatësve të korruptuar që e mbajnë drejtësinë larg çadrës time. Në komunikimin javor, shefi i qeverisë përmendi disa nga arritjet e deri tanishme, duke nënvizuar domosdoshmërinë e zbatimit të reformës në drejtësi. 2017, sipas Edi Ramës, do të jetë viti i triumfit të policisë në luftën kundër kanabisit. Kryeministri tha se majoranca është në rrugën e duhur për të bërë shtet, dhe kjo sipas tij është garancia se në 18 qershor, majoranca aktuale do të ketë një kontratë të re me qytetarët.